Ma në fund, paria e udhëjtarëve, se si u bindën se me tortura, me mundime, nuk mund të largonin Muhamedin nga rruga që kishte filluar, që njerëzit të pranonin islamin, sepse shumë njerëz tash që kishin pranuar islamin kishin migruar në Abisini. Bile edhe në Mekë, dita ditës muslimanët shtoheshin. Kështu që brenga e tyre ishte tejet e madhe dhe nuk dinin si të vepronin. Paria idhujtare e zgjodhen Utbe bin Rabian dhe e dërguan te Muhamedi. Ai u drejtua Muhamedit me këto fjalë dhe i tha: O biri i xhaxhait tim, paria idhujtare pas bisedave të gjata që kemi pas, kemi vendosur të ofrojmë disa kushte që të largohesh nga Islami. Dhe ato kushte janë: nëse dëshiron të bëhesh mbret, ne do të bëjmë mbret të Arabisë. Po nëse dëshiron të holla, ne gjithë do të mbledhim të holla aq shumë sa ti nuk do të kesh mundësi t'i harxhosh gjatë gjithë jetës tënde. Mirë po, nëse të ka pëlqyer edhe ndonjë vajzë këtu në Arabi, ne do t'jemi në gjendje të ta japim atë për grua. Vetëm që ti të mos shash zotrat tanë, që ti të largohesh nga rruga e Islamit. Muhamedi nuk mendoi shumë se e kishte përgjigjen në gjumë dhe i tha: O biri i xhaxhait tim, unë kam hyrë këtë rrugë dhe nuk dua as të bëhem mbret, nuk dua as të fitoj para, nuk ka çka më duhet as një grua tjetër. Unë po të them shkurt një sure nga Kurani. O Muhammed, ju thuaj njerëzve se ti je njeri. Pra Muhamedi i thot atij se edhe unë jam njeri. Mirë po Zoti të zgjodhi ty të predikosh Islamin dhe të thuash se nuk ka Zot tjetër, vetëm një Zot. Pra, ju do t'ishte mirë, pranoni se s'ka Zot tjetër, vetëm Allahu. Është mirë të shkoni në rrugën e tij, ti kërkoni falje atij. Dhe ju, nëse nuk e bëni këtë, do t'jeni dekabuar. Këto fjalë të Muhamedit lanë një përshtypje të madhe dhe u kthy te paria e idhujtarëve dhe ju tha: shikoni, ai është nis në rrugën e tij. Është mirë ta lëmë se ai do t'jetë fitimtar.
Nëse ne e vrasim atë, jemi mëkatar, por do të lirohemi prej tij. Po përsëri po ju them, nga ato që dëgjova, them, mos ta pengojmë, por ta lëmë në rrugën e lirë. Atëherë paria e dhujtare disa prej tyre u tallën edhe i thanë, të pas ka bërë magji Muhamedi. Mbasi kështu nuk arritën ta bindin Muhamedin, atëherë vendosën dhe shkuan te Ebu Talibi. I thanë, ka qenë mirë që ne po t'japim një burr të moshës së Muhamedit, edhe ai burr është i urtë, i dashur, është biri i Veledit. Prandaj, ti merr këtë dhe na jep Muhamedin. Ai gati buzëqeshi me ta dhe tha, o paria i dhujtare, edhe ju e dini se unë i adhuroj zotat tuaj, njësoj si ju. Mirë po nuk mund t'ju jap Muhamedin, se e di se po t'ju jap, ju do t'a vresni. Pra, unë nuk mund t'u jap. Paria i dhujtare me zemrim dolën çakvardisur nga dhoma e Ebu Talibit. Edhe nuk dinin se çfarë mjeti të bindin që Muhamedi të largohin nga rruga e Islamit. Menduan dhe përsëri shkuan te Ebu Talibi. I thanë, shiko, edhe ti je në parin i dhujtarë, edhe gjithë njerëzit këtu duan të çmojnë, dhe e din se nuk i falësh Zotit se që bën Muhamedi. Po ne deri tash kemi pas një konsiderat se je njeri u ynë, edhe nuk e kemi vrarë Muhamedin. Mirë po ti duesh pa tjetër të gjesh një formë që ai të largohet nga rruga e tij. Bile ne e kemi plesnuar që ai le ta predikoj se nuk ka tjetër vetëm një Zot. Po mos t'i shaj zotat tu, mos t'i shaj zotat tanë. Pra, kjo do t'ishte një marrëveshje e jona me ty, edhe ti natyrisht se do t'a bësh me te. Nëse ti nuk ja arrin t'a bindësh, atër ke dy rrugë. Ose të heqësh dorë nga nipi yt, ose ne do të heqim dorë prej teje përgjithmonë. Ebu Talibi dërgoi edhe thirri Muhamedin. I tha, o Muhamed, këto janë kushtet që më ka vënë paria i dhujtare për ty. Pra, duhesh të më ndëgjosh. Ti falju Zotit tënë,
por mos I shaj zotat tanë, se ata janë zotat jo vetëm prindëve të mi, po dhe prindëre dhe gjyshërve tu. Muhamedi u ushtua shumë për këto fjalë të Xhaxhait, edhe gati edhe qau. Edhe Ebu Talibi u ushtua shumë. U ushtua shumë edhe nuk arriti ta mund veten e tij edhe të thotë se po e pranoj Islamin. Po I tha, o nipi, ti vazhdoj rrugën tënde. Vazhdoj rrugën tënde, po dije se edhe unë jam me ty. Pra, paria idhujtare dhe populli idhujtar le të heqin dorë nga unë. Por musliman nuk mund të bëhen. Paria morën vesh dhe përsëri me zemrim. Me zemrim reaguan, u mblodhën në një kodër afër Mekës, edhe vendosën që një fardore këta njerëzit që janë ba musliman mos të kenë drejt me hynë Mekë, mos kenë të drejt të bëjnë tregti, mos kenë të drejt të ketë martesa. Kështu që ata I lanë tejet të veçantë, gati edhe pa ushqime. Ishin vitet vështira, jo vetëm një muj, jo vetëm një javë ditë, jo vetëm një vjetë, po u bën 3 vjetë dhe këta duhet të jetonin të izoluar dhe pa zhvilluar ndonjë tregti dhe pa të vlerë, gjëra ushqimore dhe pa vlerë për veshmbathje. Bile, flitet se ndonjëherë janë detyru të hanë edhe gjethet pembe. Kaq shumë pra u mundua pejgamberi, kaq shumë u munduan muslimanët, vojqet e tyre qenë tejet të gjata. Dhe mas 3 vjetë, disa paris idhujtare e prishen këtë sull dhe thanë se ne na duhet të tregtojmë, të bëjmë tregti edhe me atë pjesën tjetër, kështu që sa do kudo tash këta e morën vetë. Mirë po në këtë mes, pejgamberi humbi 2 njerëzit e tij më të dashur. Me qenë se atëherë nuk kishte ushqime të bollshme. Gruaja e tij Hatixha dhe Ebu Talibi vdesën njëri pas tjetrit. Sa më dhimbet Hatixha? Bija ime. Pejgamberi Muhamedi a.s. këtë vit e quajti viti I dëshpërimit. Nga se I vdes bashkëshortja, edhe njeriu I cili e kishte rritur qysh prej moshës 6 vjeçare.
Pra, ngritu bia ime se u bë vonë dhe shko pusho. Natën e mirë. Natën e mirë, baba.